unë gjithmonë jam kundër. Në momentin që ty të shkon diçka bëje, po jo të gjithë dhe mund të më shku e njëjta formë dhe me u dok bukur. Kështu që bëj ato që ty të pëlqen dhe që të bën ty me u një mirë dhe që të bën ty me u një bukur. Po mos u mundo me u bë si tjetër kosh, se ndoshta janë disa konture të fytyrës që nuk ta lejojnë dhe nuk mundesh asnjëse me u dok si dikush tjetër. Mirë, po kjo është më shumë trend, sidomos tek vajzat e reja, të cilat po e shohin janë tjetrën për me qenë për me u pranu shoqëri, po mundohen ndoshta me bë një filler apo një diçka tjetër që ndoshta nuk i shkon as pak me fizikun e saj. Prandaj gjithmonë ju them që mos bëni diçka që ty nuk të përshtatet ose një diçka që ty nuk bën mirë vetëm për me u pranu në shoqëri dhe ndoshta me qenë E qartë. Cila do të ishte një këshill prej Norës për krejt ata që janë një farë forme addicted kështu në ndërhyrjet estetike? Unë gjithmonë them që ne mjekët, momenti që të vjen ndoshta një klient në ordinancë duhet me qenë një lloj psikologu i parë, në mënyrë që mos ta lejojmë pacientin, sidomos ata që janë të varur ndoshta prej kësaj pjese, se kjo është pak që të bën të varur, është shumë e vërtet, sepse duket vetja ma bukur. Mirë, po në momentin kur nuk ke kufi dhe te kalon ato kufit, atëherë nuk është mirë, sepse shkon në pas deformime apo në rast se veç i ka në transformime, në deformime të mëdha, kështu që ndoshta kemi rapish më pastaj edhe çet punë më shumë për me u shkri ata filler dhe me u kthy në siç ke qenë. Kështu që unë mendoj që nuk duhet më bëj varur, duhet me pas një stop. Edhe momentin kur thua se po dua më shumë, atëherë duhet me pas një stop. Mirë, po në momentin kur e shet që klienti nuk e ka atë stopin, atëherë atë stopin duhet me vendosni. Se unë vetë e shoh tek pacientët e mia kur unë ja them që është ball, nuk duhet më apliku më shumë, se ndoshta mundesh me u transformu, me u deformu, atëherë ndalen edhe mendojnë dy herë. Dhe shumë shpesh ndodh që domethënë del nga klinika pa aplikuar asnjë gjë. Mirë, po kjo ndoshta është një diçka që duhet me pas të gjithë mjekët, ne të jemi të sinqertë dhe së pari të mendojmë shëndetin e pacientit dhe pastaj bukurinë, se bukuria është e dyta ndërsa është primare është shëndeti. Faleminderit Besa shumë, unë kam marrë me shumë qef, sidomos te ti, kështu që falenderoj shumë për ftesën dhe besoj që ndoshta sadopak kam ia vlet, ndoshta kam qenë një informacion i dur sidomos për vajzat e reja.